Për 15 vende më mirë u pozicionua Kosova në indeksin e lirisë së shtypit për vitin 2026. A është ky një progres real apo vetëm një reflektim i rrethanave të përkohshme? Në prag të ditës së lirisë së shtypit dhe për gjendjen mediale në Kosovë, do të flasim në podcastin 5 pyetje me njohësin e kësaj fushë. Jeton Mehmetin, i cili është edhe ligjërues në Universitetin Amerikan RIT Kosovo dhe po ashtu ish kryetar i Komisionit të Pavarur të Mediave. Përshëndetje dhe mirë se ardha zotri Mehmeti. Përshëndetje, ju faleminderit për ftesën. Atëherë, siç e përmenda në hyrje, raporti për indeksin e lirisë së shtypit si vjet Kosovën e ka pozicionuar në vendin e 84 në krahasim me vendin e 99 që ishte në 2025 dhe në pozitën e 75 në 2024. A mund na thoni si e interpretoni këtë pozicionim të Kosovës, këtë lëvizje ndoshta të pozicionimit ndër vite dhe a është vërtet një përmirësim real i gjendjes mediale në Kosovë apo veç reflektimi i rrethanave të përkohshme? Më do të them atë që kam thënë edhe vitin e kaluar kur kishim një rënje ndoshta që ishte rekord për sa i përket renditjes globale të vendit tonë. Dhe edhe atëherë edhe tani më duhet të them që matja që përdor apo metodologjia që kanë raporterët pa kufi ka të bëjë me 5 fusha kryesore dhe duke filluar nga legjislacioni me të cilin operon media në Kosovë. Pastaj ajo marrëdhënia politike apo çështja e politikës ndaj medias, sa janë të hapur, sa janë përgjegjës në dhënien e përgjegjësive para mediave. Pastaj është çështja ekonomike që është një faktor shumë i rëndësishëm, pra sa janë të qëndrueshme mediat dhe dy të fundit janë siguria e gazetarëve dhe punonjësve të kësaj industrie dhe krejt në fund është mirëqenia sociale e gazetarëve dhe mediave, pra atyre që merren me këtë fushë. Prandaj duhet parë këtë në kuptimin e përgjithshëm dhe na gëzon fakti që kemi një përmirësim sa për krahasim në vitin 2022 Kosova atë botë është krahasuar apo statusi i përgjithshëm ka qenë situatë problematike, por në përmirësim e sipër. Përderisa vitin e fundit kishim situatë apo statusi i përgjithshëm ishte situatë e vështirë dhe në rënje. Tani ky rangim që ju e prezantuat tani në kupton që në përgjithësi pra situata apo statusi i Kosovës ndryshon dhe ndryshon për të mirë pra. Pastaj duhet parë se në cilat aspekte pra kemi pasur më shumë progres, në cilat kemi mbetur aty ku duhet të shënojmë më shumë progres, në mënyrë që të arrijmë të paktën vendet në të cilat ka qenë Kosova dhe më herët, sepse në indekset e tilla pra, unë supozoj që Kosova matet me vetveten, jo me shtete tjera, matet me aspiratat e veta demokratike, matet me synimet drejt orientimeve evropiane pra, duke pas për bazë modelin dhe standardet e Këshillit të Evropës dhe ato të Bashkimit Evropian. Pra kësaj çdo lëvizje pozitive është një sinjal i mirë, por që duhet të bëjmë edhe më shumë të kuptimit që të jemi atje sa më lart. Lidhet kjo pak edhe me rrethanat politike institucionale që ishin në Kosovë, institucione ende jo funksionale në pritje që të formoheshin, sepse ka lëvizje të çuditshme, do thotë janë 3 vjet dhe në 2025 është 15 vende më keq se 2024, ndërkohë është 2026 15 vende më mirë se 2025. Çfarë ju flet ndoshta ky ndryshim për kaq shumë për mirë dhe për keq ndër 3 vite? Po nëse dëshirojmë të jemi kritik, realisht kemi arritur të shkojmë në vendin të cilin kemi qenë pra një vit më herët. Dhe ai vend për mendimin tim nuk është aty ku duhet të jemi, sepse në Kosovë është ndërtuar një demokraci liberale dhe demokracia nënkupton edhe liri të shprehjes. Dhe kësaj në bazë të kësaj liria e shprehjes pastaj në Kosovë është fuqizuar me mekanizma ligjor, kuptimin që kushtetuta dhe ligjet përkatëse pra lejojnë një pluralizëm medial, lejojnë një liri të shprehjes dhe ruajnë gazetarët qoftë në kuptimin e mbrojtjes së burimeve të
nga të dhenave që ata i marrin nga tereni, dhe kësaj pra supozoj që mund të qëndrojmë dhe të arrijmë edhe më lart pra, dhe por kjo ka të bëj edhe me vitin e shkuar pra në kuptimin që edhe pse nuk kishim institucione, prap ka pasur lëvizje dhe mediat kanë bërë punën e vet, kuptimin për shembull të rregullatorit e mediave. Është fakt që Komisioni Pavarur për Media vitin e kaluar nuk ka marrë ndonjë vendim sepse nuk ka pasur komision, por në anën tjetër Këshilli i Mediave të Shkruara ka qenë shumë aktiv dhe ka mbajtur mbledhje dhe ka shqyrtuar raste të ndryshme, dhe kësaj pra megjithatë ka pasur lëvizje dhe puna është kryer në kuptimin e mediave. Çfarë elemente konkrete zotri Mehmeti mendoni që janë në terren që kanë ndikuar në këtë renditje të Kosovës ndër këto vite? Është presioni politik, është situata ekonomike e mediave në Kosovë, apo lidhet edhe me sigurinë vet të gazetarëve? Nëse i analizojmë të gjithë këto 5 indikatorët, ose faktorët me cilat pra që i përmenda në fillim, që bëhet matja, po. Që bëhet matja, shohim se do të punohet në të gjitha 5 drejtimet. Dhe në të kundërtën, pra i bie nëse kemi pasur rënje, kjo ka të bëjë pra edhe me mos përmbushjen e kritereve sa i përket këtyre 5 indikatorëve. Për shembull, 2 aspektet ku kemi pasur rënje më të madhe viteve të fundit ka qenë indikatori politik dhe ai ekonomik. Kuptimin politik pra, kemi pasur një rënje sepse të paktën nga të dhënat që edhe AGK ka regjistruar, ka pas një tentativë shumë më të madhe të sulmeve verbale ndaj mediave, ndaj gazetarëve nga aktorët politik. Dhe kur them aktorët politik pra, kam parasysh njerëzit të cilët janë në pushtet, qoftë në nivelin qendror, qoftë në nivelin lokal, pra, sepse mbajnë pozita dhe përgjegjësi, udhëheqëse pra, janë në institucione publike. Dhe një faktor tjetër ka të bëjë edhe me, dhe këtu duhet të jemi paksa kritik në aspektin që sa mediat respektojnë kodin e etikës, të paktën nga të dhënat që kemi parë në vitin 2025, Këshilli i Mediave të Shkruara në periudhën janar-shtator ka regjistruar rreth 90 ankesa, ku mbi 50% e tyre ka gjetur se ka pas shkelje të kodit të etikës. Dhe në këto mbi 50% i bie që nëse analizohet edhe më tutje, rreth 90% e atyre shkeljeve kanë të bëjnë me shkeljen e nenit 2 të kodit të etikës të KMSHK-s. Po flasim për shkelje të etikës që kanë bërë kryesisht mediat elektronike online. Nuk po flasim për mediat radio-televizive, po besoj, sepse janë ankesa që shkojnë në KMSHK. Keni të drejtë, pra në kuptimin që KMSHK-ja ka mbikëqyrë vetëm mediat të cilat janë e shkruara, apo ato elektronike të cilat tani kanë kaluar pra të gjitha të shkruar në formatin elektronik. Pra isha duke thënë që kemi të bërë me mos respektim të kodit të etikës në raste të ndryshme, dhe kjo pastaj natyrisht nënkupton që presioni politik dhe mos respektimi i kodit të etikës së gazetareske mund të jenë 2 faktorë të cilat mund të çojnë edhe në renditje të tilla. Si e vlerësoni, përmendet pak edhe këtë çështjen e pushtetit, qoftë lokal, qoftë atij qendror, por si e vlerësoni sjelljen e pushtetit, azëm atij qendror ndaj mediave në Kosovë aktualisht? A vlerësoni që ka më shumë transparencë dhe bashkëpunim me to, apo një tendencë për kontroll? Në përgjithësi pushtetet nuk dëshirojnë të kenë raportime të cilat janë kritike ndaj tyre. Kjo është normale në secilën shoqëri. Por ajo që duhet kuptuar është se njerëzit të cilët mbajnë poste publike, ata kanë përgjegjësi para publikut. Dhe ai ndërmjetësuesi mes pushtetit dhe publikut janë mediat, të cilat kërkojnë të marrin më shumë informacion, të dinë më shumë, të analizojnë vendimet dhe veprimet e njerëzve të cilat mbajnë pozita, sidomos kur është fjala edhe me shpenzimin e buxhetit të shtetit. Dhe kësaj duhet të kuptojmë mekanizmat të cilat i kemi ndërtuar në vendin tonë. Kemi një kushtetut e cila në nenin 40 i ka 2 paragrafe. Paragrafi i parë i cili garanton lirinë e shprehjes të njerëzve, të mediave, të gjithë qytetarëve të Kosovës në kuptimin për të marrë informacione dhe për të shprehur ndonjëherë edhe në mënyrë kritike, pra e garanton. Por neni 2, ose paragrafi 2 i këtij neni
thotë se në Kosovë mund të ketë ligje të cilat ndalojnë gjuhën e cilat çon në urrëtie, e sidomos kur kemi të bëjmë me çështjet të cilat kanë bëjmë me çështje etnike, fetare edhe kombëtare. Pra, kuptimi që përderisa njëri paragraf e lejon dhe garanton lirinë e shprehjes, tjetri thotë se një lloj i gjuhës, që është gjuha e urrëties, mund të sanksionohet. Ka një kufi të lirisë së shprehjes këtë rast, derisa nuk i cënon të drejtat fetare, etnike dhe racore tjetrit. Po. Nuk është e pa kufizuar kështu në terma konvencional. Po. Po duhet të ndalem te kjo e dyta, sa i përket domethënë kufizimit. Pastaj kemi dy ligje në Kosovë, të cilat merren me këtë punë. Është kodi penal, i cili e sankcionon apo e kategorizon si vepër penale gjuhën e urrëties ndaj njerëzve, individëve, në të cilët bëhet thirrje për dhunë në baza racore, etnike, fetare kështu me radhë. Por kemi edhe një ligj tjetër që është ligji civil kundër fyrjes dhe shpifjes, i cili megjithatë atë gjuhën e cila shpeshherë tek ne konsiderohet si gjuhë urrëties, që realisht është gjuhë e shpifjes ose fyrjes, e konsideron si çështje të civile, në të cilën personat të cilët janë prej e shpifje në kupton kur dikush publikon një deklaratë ose një fakt i cili nuk është i vërtet, apo është dashur ta ditë se nuk është i vërtet ndaj një personi, e i cili shkakton dëm në reputacion e kështu me radhë, është çështje e cila sanksionohet dhe në të cilën në rast për dallim nga gjuha e urrëties mund të kompenzohet me një kërkimfalje, mund të bëhet një reflektim për mirësim i gabimit dhe fundja nëse palët nuk dakordohen mund edhe të sanksionohet me gjobë, përderisa gjuha e urrëties mund të dënohet deri në 5 vite burg. Dhe këtu dua të bëj apel ndoshta të gjithë atyre të cilët janë hisedar në fushën e mediave, që të kenë kujdes në kuptimin e përdorimit të gjuhës të cilën e përdorin, dhe ata të cilët ndihen që janë viktim të përdorin mekanizmat të cilët ekzistojnë në vendin tonë. Mirë, po në përgjithësi, këtë pushtet që ka aktualisht në Kosovë, e shihni më bashkëpunues me mediat apo me tendencën për presion dhe kontroll? Cili është vlerësimi juaj ndoshta në këto dy anë? Në kuptimin që çdo pushtet duhet të jep më shumë informacione rreth publikut dhe kjo në kupton qasje ndaj të gjitha vendimeve të cilat i bën, sepse vendimet e institucioneve publike duhet të jenë publike. Në këtë aspekt pra qasja në informacion duhet garantuar. Dhe kësaj pra unë këtu e shoh një vazhdimsi edhe të pushteteve të kaluara që në përgjithësi qasja është e lejuar, pra mediat mund të marrin informacionin, ndonjëherë edhe mendimin e Agjencionit për Privatësi dhe mbrojtje të dhënave, por gjithsesi në shumicën e dërmuese të rasteve mediat arrin të marrin informacionin apo informatën publike. Ajo çfarë duhet përmirësuar është qasja më proaktive e pushtetit, e pushtetarëve ndaj medjave në kuptimin e dhënies së informatave dhe mos mbyllja pra në vetvete sa i përket interesit të medjave dhe gazetarëve. Këtë i shohim shpeshherë kur kemi të bëjmë me si thua me vendime politike, por kjo duhet të jetë një normë të cilën duhet ta praktikojnë të gjithë ata të cilat janë në pushtet. Dhe sa i përket pyetjes sa i përket kontrollit të mundshëm, një gjë që mund të vrehet dhe ka të bëjë edhe me kontrollin financiar, shifet një tentativë më e madhe që transmetuesi publik të jetë më shumë ose nën kontroll të pushtetit apo të jetë më shumë i varur nga pushteti, dhe këta kemi parë vitet e fundit edhe me mos ekzekutim të financave ndaj transmetuesit publik, dhe tërthorazi kjo mund të kuptohet pra një formë e ndikimit indirekt në transmetuesin publik. Që sipas jush po e bën pushteti aktual. Dhe sipas jush po bëhet nga një parti apo është çështje që RTK-n e ka përcjell ndër vite nga gjitha pushtetet? Mos qëndrueshmëria financiare RTK-n e ka përcjellur që nga viti 2012 kur është paraparë me ligj që të financohet direkt nga buxheti i shtetit, ndonse në bazë të atij ligji për një periudhë tranzitore 3 vjeçare, por e cila tani ka vazhduar deri më sot. Dhe ky mekanizëm edhe atëherë se thua se kemi
menduar në cilësinë e ekspertit në kuptimin që nuk mund të jetë mekanizëm i qëndrueshëm dhe kontrolli financiar pastaj çon edhe deri tek kontrollet të tjera redaksionale, të cilat nuk duhet të ndodhshin në asnjë formë tek transmetuesi publik. Sa i përket rënditjes që e përmendëm fillim për Kosovën, por nëse ndalemi pak me vendet e rajonit, ta zëm ku Mali i Zi pozicionohet në vendin e 41, pra nga gjithsej 180 shtete që janë, Maqedonia në vendin e 45 dhe janë dukshëm më lartë se sa Kosova, ndërsa në anën tjetër është Serbia në pozitën e 104 në këtë listë. Si vlerësoni ku qëndron Kosova ndoshta në këtë mes të vendeve të rajonit sa i përket klimës mediale dhe çka e dallon me vendet e tjera? Nëse mund të lidhem me një studim të cilin e kemi publikuar ditëve të fundit, që ishte studim rajonal mbi të ardhmen e medias në Ballkanin Perëndimor, ku kisha përgjegjësinë të shkruaj raportin për Kosovën dhe kur diskutuam me akteret, me hulumtuesit të tjerë, pra, ajo që ja vlen të veçohet për Kosovën është ekzistenca e një apo vetdia e popullit që liria e shprehjes lidhet shumë me demokracinë. Pra, njerëzit kur flasin për demokracinë e lidhin edhe me lirinë e shprehjes. Dhe e besojnë pra se duhet të ketë liri dhe kjo është një faktor shumë pozitiv. Tjetra është që në Kosovë çfarë dallon pozitivisht është një pluralizëm medial i cili mundson qytetarëve që përveç se të kenë disa lloj të mediave të cilat mund t'i përdorin, por mund të kenë edhe qasje në opinione apo veshtrime të ndryshme që mund t'i krahasojnë njëra me tjetrën dhe pastaj të marrin atë të cilën besojnë se është më e drejtë dhe më korrekte. Pra nuk kemi monopol në të vërtetën në Kosovë, në kuptimin e një narrative të saktuar, por kemi diversitet edhe të mediave, por edhe diversitet të mendimeve, të opinioneve. Dhe kjo na mundson si qytetar pra që të kemi këndvështrime të ndryshme mbi situatat politike dhe situatat e tjera të cilat ngjenden në vendin tonë. Ajo çfarë për fat të keq është ndoshta e ngjashme me vende të tjera, është një klim negative e politikës ndaj mediave në përgjithësi, në kuptimin e sulmeve verbale dhe pastaj kampanja të orkestruara online ndaj individëve të caktuar të cilat në merren me media. Mendoni që ka nevojë për përmirësim të gjuhës të gjithë spektrit politik, ndoshta në aspektin individual ndaj gazetarëve ose mediave të caktuara? Sidomos në këtë fushën rrjeteve sociale, sepse shpesh ka postime nga politikanë të caktuara në mënyrë individuale, qoftë edhe partijake, nga të gjitha partitë që ka një gjuhë të papërshtatshme ndaj gazetarëve dhe sa ndikon kjo në pasigurinë e vetë gazetarëve për ta kryer punën? Kjo ndikon direkt në vetë cenzurën e gazetarëve. Nëse jo në cenzurën e mediumit, pastaj kjo ndikon në vetë cenzurën e gazetarit, sepse gazetarët e cilët ballafaqohen me thirrje të tilla me etiketime të tilla, pastaj do ta kenë shumë më vështirë që ta bëjnë punën e vet. Dhe këtë kuptim duhet ta kemi edhe një gjë parasysh që pesha e fjalëve të njerëzve të cilët janë në pushtet, të cilët kanë vota, të cilët kanë çfarëdo partije politike qofshin ata, ka peshë më shumë dhe mund të ketë ndikim më të madh nga ajo çfarë thonë ose çfarë shkruajnë sesa fjala një individi të caktuar i cili shpreh mendimin e vet në rrjetet e veta sociale. Pra duhet të kenë shumë më shumë kujdes në kuptimin se si etiketohen gazetarët, sepse me një farë forme kjo mund të bëhet pastaj edhe një lloj thirrje që mediat në përgjithësi pra nuk janë ato të cilat duhet ta bëjnë rolin e vet, por pastaj janë përdorur madje atë fjalë të ndryshme të këshia në kuptimin që bashkëpunëtor të tjera të cilat nuk duhet të jenë në fjalorin e atyre të cilët mbajnë pushtet, kushdo qofshin ata. Dhe për fond, zotëri Mehmeti, për te gjithë kësaj çfarë diskutuam, çka konsideroni si janë rreziqet kryesore të lirisë së shtypit në Kosovë në këtë moment, në këtë kohë, që sipas jush duhet menjëherë të merren masa dhe që të përmirësohet gjendja dhe rrjedhimisht përmirësohet renditja në këto indekse? Ka disa aspekte me të cilat duhet të punojmë shpejt, por edhe drejt, pra në kuptimin që të ketë një konsultim gjithëpërfshirës. E para ka të bëjë me përmirësimin e legjislacionit, pra që të kemi sa më shumë përafrim me direktivat e Bashkimit Evropian,
edhe kësaj pra ligjet duhet të punohen shpejt dhe të jenë në harmoni edhe me Këshillit e Evropës, të cilin kemi pasur fatin në viteve të fundit ta kemi shumë aktual dhe ka ofruar opinione ligjore, sidomos sa i përket ligjit për Komisionin e Pavarur për media. Në kuptimin praktik do të punohet më shumë në aspektin financiar dhe këtu e kam fjalën për gjetjen e mekanizmave të tjerë, jo konvencional ndoshta, që mediat, sidomos mediat e komuniteteve, mediat lokale të kenë një formë të financimit i cili mund të jetë i pakët, por është i qëndrueshëm. Dhe këtë aspekt pra, e kam fjalën për një mekanizëm të cilin e kam propozuar sa kam qenë në krye të KPM-s, për themelimin e fondit për pluralizëm medial, në të cilën të hyrat që i ka KPM-ja, pastaj do të shpërndashin në mënyrë garuese, konkurruese, tek mediat në bazë të projekteve të tyre. Edhe e fundit, kemi të bëjmë dhe duhet të përmirësojmë në aspektin e kulturës së përgjithshme të bashkëpunimit me media. Mediat nuk janë armiq të popullit ose të politikës, në kuptimin që përderisa media ka një pluralizëm, ka një transparencë të pronësisë së tyre, përderisa media ka një transparencë sa i përket ekipit editorial, pra dihet kush është qëndron, kush brava tyre dhe i plotëson standardet etike, ato media duhet të respektohen për punën që bëjnë pra, dhe nuk duhet të konsiderohen pra si armiq. Dhe sepse kjo pastaj mund të çojë në rënien e besimit të popullit ndaj mediave, dhe mediat janë këtu pavarësisht pushteteve pra, dhe do të jenë këtu pavarësisht pushteteve, sepse vetë misioni mediave është të kërkojnë atë të cilën politika nuk dëshiron ta thotë. Faleminderit shumë për kohën dhe bisedën në këtë episod, zotëri Mehmeti. Faleminderit. Dëgjues dhe shikues të Radios Evropa e Lirë, ishte edhe ky epizodi i kësaj jave i podcastit 5 pyetje. Ju vazhdoni të lexoni portretat e fundit në evropaelir.org. Mirëmbëjtje.